Zurla, surla, e cila është përshtatur nga fjala turke zurna, është një instrument tradicional frymor që është i popularizuar në Ballkan, në veçanti në Kosovë, Ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë dhe Bullgari. Ajo është e punuar nga druri, ka formë cilindrike dhe një fund në formë kupe. Për gjatë instrumentit janë të vendosura 8 vrima me distancë parafërsisht 5 cm. Duke qenë një lloj instrumentit aerofonik, ajri që muzikanti e fryn nga mushkëritë dhe goja e tij përshkon tubin. Tingulli ngjan me zërin e trumbetes dhe gajdes dhe shfaq vitalitet dhe energji. Për shkak të tingullit shumë të fuqishëm, ajo i luhet jashtë, më së shpeshti në dasma. Zakonisht përcillet me një zurle tjetër dhe një daule. Një nga punuesit dhe muzikantët e këtij instrumenti në Kosovë është 55 vjeçari Tefik Jakupi nga fshati Grnça, një pjesëtar i grupit etnik bosnjak. Zurla bëhet nga një kuti e drurit të dardhës. Një trung i papërpunuar i drurit, parafërsisht 53 cm i gjatë, vendoset në një pozitë në këmbë për t'u tharë gradualisht për një periudhë një vjeçare. Pas kësaj, zejtari fillon gdhendjen e trungut të drurit për të bërë një tub cilindrik me fund në formë kupe, të cilën vendorët e quajnë shapka. Sot, kjo punë mund të përfundohet për rreth 20 minuta, me ndihmën e makinerive. Përderisa në të kaluar e nevojiteshin deri në 3 muaj punë dore me daltë. Pas përfundimit të punës në sipërfaqen e instrumentit, druri lihet që të thahet për 2 muaj me radhë. Faza tjetër e procesit përfshin hapjen e vrimave përgjatë trupit të instrumentit dhe hapjen e zgavlës brenda instrumentit me një daltë hekuri. Vrimat kanë diametër prej afërsisht 10 mm. Tingulli i instrumentit përcaktohet nga diametri i vrimave. Zejtari kontrollon tingullin e instrumentit gjatë gjithë procesit të krijimit të zurlës. Një kapak i veçantë me shul të dyfisht vendoset në majet e instrumentit. Tingulli krijohet nga dridhet e kapakut. Kapaku është i punuar nga një dru me sipërfaqe të lëmuar dhe dendësi të lartë, të cilin dru vendasit e njohin si shimshir. Sigurimi i këtij druri është të jetë i vështirë, pasi që rritet shumë ngadalë. Për 50 deri në 60 vjet ai rritet vetëm 10 cm në diametër. Kjo i jashton rëndësinë zurlës. Pjesë tjetër e instrumentit është i ashtuquajturi shishtash, një rip i likurës së endur në të cilin janë të ngjitur 2 monedha metalike. Trenutno sad radim zbog hobija. Jer ne isplati se da se radi ovo. To ide, dolaze neke ljudi iz Albanije na prodaju. A cena je velika. Razlika je velika i ne isplati mi se da radim za pare. Sad radim radi hobija. Navikao sam i ne mogu da odustanem. Ranije, prije rata bilo drugačije. Nisu dolazili odozdo. Čak su kupovali od mene. Od mene su kupovali. Nekad sam pravio i 50 komada za godinu dana. Ali nisam sve prodao, jer drvo ko drvo, drvo radi. Ne možeš da budeš siguran u drvo. Ono što ostane, znači 50 komada, 20
20%, primjer, 20% da mogu da spasim ja ove, zadovoljan sam. I 10% zadovoljan sam bio prije. Imam i sin, ali sin manje se interesuje, zato sam ostavio jedan dan obično drvo sam, evo ti probaj. Pa ja znam, on se plaši, probaj jednom, kvari nešto, dok ne pokvariš nešto ne možeš da uradiš. Hoću da ga uvedem u posao, teško. Ovi mladi teško. Imam ekipu, pa nas je 600. Dvojica isto, 4 treba, dvojica rezerva. Dosta svadbe imam, zato i po 6 idemo, jer to je svaki dan, mjesec dana, sviraš svaki dan, to je napor. I mora da bude zamena da imam i tako. Pa volim to da uzem neki mladi ovaj posao, da nastavi dalje. Da se ne bi izgubio ovaj zanat. Jer to je lepa stvar. Ali treba da voli jedan posao, ali uslov je da mora da zna da svira. Zurla përbën një pjesë të festimeve tradicionale të komuniteteve në Ballkan, me karakteristika specifike historike, sociologjike dhe fetare. Për komunitetet e tilla, Zurla është simbol i identitetit të tyre kulturor. Ky film mbështet individët e komunitetit bosnjak në Kosovë në ruajtjen e traditave të tyre.